Kandidatja e Partisë Demokratike dhe Aleancës për Shqipërinë Madhështore në qarkun e Vlorës, Monika Asani Oshafi, vijon takimet. Së fundmi është ndalur në Sarandë, aty ku thotë se nga Saranda e bukur të presin krahapur, njerëz të dashur dhe punëtor të palodhur. Sipas Oshafit, ata që shkojnë në Sarandë duhet ta provojnë një çaj manzurane. Kandidatja e Partisë Demokratike për deputete në qarkun e Vlorës, Monika Oshafi, mori pjesë edhe në një aktivitet në ditën ndërkombëtare të librit, ku promovoi monografin për emrat e pacaktuar në gjuhën shqipe. Miqet e Shamirës më gëzuan me prejardhjen e tyre dhe fjalët e ngrohta që thanë për punën time shkencore dhe mua personalisht tot ajo. Si kandidate për deputete, arsimi dhe veçanërisht gjuha shqipe janë ndër prioritetet e mia në mbrojtje të identitetit dhe kombit shqiptar, thot Oshafi. Oshafi në një takim me kolegët e saj, pedagoge, mësues të qytetit, studente të Shamirës të librit, ka falenderuar të gjithë që ishin të pranishëm në këtë aktivitet të komunikimit të saj, duke vlerësuar secilën prej tyre. Është një libër që për jetës së vërtetës kam 10 vite që punoj. Kam arsyes se duket pak kur e merr në përduar, por ajo është një punë murgë shtem. Do të thënë që të arrish të bësh një punë të tillë, është të bësh punën e një murgu. Ashtu sikurse e thanë edhe zonja më parë, ajo është një punë me të cilën unë kam punuar që nga autorët e vjetër, po në të gjitha botimet origjinale deri tek fjalorët e sotëm.